tre specie aliene që dominojnë planetin Tokë, pra njeriun. Mendohet se ka edhe specie të tjera, por tre janë ato më të rëndësishmet. Dhe sot do të diskutojmë këtu së bashku, sepse do t'ju të regoj disa fakte të pakundështueshme që ata mund të ekzistojnë me të vërtet. Unë jam ai që ndes shkëndijën si gjithmonë, por do të dëshiroj një komentin tuaj. Megjithatë, kush është rastësisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përbashkë, sinqerisht. Atëre, tre janë ato që dominojnë planetin Tokë, tre specie të rëndësishme, por si që thash dhe më përpara, për to flitet që prej kohërave antike. Për shembull, do t'ju them që nga koha e faraonëve, pra nga shkrimet e para ose nga shkrimet e para të sumerëve, si për shembull Enlil, Enki e tjerë. Pra të gjithë këta që vinin nga një dimension tjetër ose ndoshta nga një botë tjetër, vinin dhe kishin kontakt me njerëzit. Po kush ishin këta? Sepse këtu bëhet fjalë për disa qenie ose disa, si mund të themi, dhe njerëz që ishin në kontakt direkt me njeriu. Por çfarë ishin të tjerat, pra ato forma të tjera jete që vieshin në kontakt pikërisht pra me këta si mund t'i quhen, me këta dominator. Sepse do ta fillojmë, si thash dhe më përpara, do ta fillojmë që nga Gjeneza, nga atëherë kur lindi adhurimi i një specie jo njerëzore. Atëherë duhet të dini që gjithë, thash, fakte të pakundështueshme, ndaj ndiqeni me kujdes. Gjithë njerëzimi është bazuar nga dituria sumere. E dini apo jo? Pra ne ende sot, edhe në kohën e sotme, të modernizuar, çdo gjë, pra moderne që kemi sot, është bazuar pikërisht nga civilizimi sumer. Duke filluar që nga ligjet. Ligjet e para ishin ligjet sumere. Po, ishin 33 ligjet e para që bën civilizimin e njeriut. Po flasim 5000 ca vite më parë. Dhe duke filluar pastaj nga mjekësia, nga matematika, nga gjeometria, çdo gjë, pra u themelua pikërisht atëherë. Dhe çuditërisht, në vitet 3400, 3100, 3400, pra duke filluar që sot, i bie që nga viti 1100 parafërsisht ose 1000 para erëson, në Egjiptin e lashtë u mori vrull, pra mori vrull mjekësia, mori vrull matematika, fizika, etj. Etj. Dhe ishin të njëjtat diktime. Dhe që atëherë, çdo gjë ka mbetur e njëjtë. Madje edhe matematika e sotme është e bazuar pikërisht nga atëherë, pra nga sumerët. Madje edhe ora që ne përdorim sot, siç e kemi thënë gjithmonë, ishte e atyre. Tani pse po flas për këta? Sepse kjo është e rëndësishme. Po flas pikërisht për këto dhe për sumerët, sepse ishin ata që ne u bazuam. Po ku u bazuan sumerët? Pra kush u dha atyre diturin? Pikërisht sumerët thoshin që dituria vinte nga yjet, nga njerëz që vinin nga yjet. Po kush ishin këta? Jo njerëz, po specie që vinin nga yjet, që ata thoshin që ishin dej, ose më mirë perëndi. Po kush ishin këto perëndi? Sepse qoftë në shkrimet sumere, por më vonë edhe në shkrimet e babilonezve, apo më vonë akoma edhe të egjiptianëve të lashtë, dhe më vonë akoma të romakëve, që të gjithë këta ishin me mish, njerëz me mish, pra njerëz që, ose qenje që i shikonin, pra njerëzit. Dhe ata, pra këto qenje, u mësuan njerëzve shkrime këndim, u mësuan diturin, u mësuan të lëronin tokën, u mësuan të bënin drithëra, u mësuan njerëzve që të esnin dhe të komunikonin mes njëri tjetrit. Pra, kush ishin këta? Tani, përveç kësaj, ka një diçka thelbësore që duhet thënë, sepse edhe këta, pra këto perëndi, ose këta që adhuron, njerëzit që adhuronin këto perëndi, këto qenie ose specie, që vinin ndoshta nga një botë tjetër sipas shkrimeve të tyre, të sumerëve, pra këto adhuronin ose thoshin që ka diçka tjetër, më të madhe. Pra ka disa ëngjëj, ose Zoti, ose Perëndia, që është diçka akoma më shumë. Pra një forum hierarkie. Por ne do kthehemi prap tani tek biseda e mëparshme. Në qoftë se këta me fjalë, nëse pretendohet që të jetë një formë hierarkie, atëherë i bie që
të gjithë ato që kemi thënë më përpara, fantazmat që u thoshin dikur, apo ëngjëjt që u thoshin në një pjesë, në një periudhë tjetër kohe, apo sot që ne i themi alien, mund të jenë të njëjtit. Mund të jetë e njëjta gjë eksaktësisht, vetëm që ndryshon periudha dhe ndryshon si mund të quhet, emri, toponimi i tyre. Pra nuk kanë asnjë si mund të quhet, shkëputje mes njëri tjetrit. Nuk kanë, me fjalë, kanë të njëjtën formë, por vetëm me emra të ndryshëm. Ndryshon vetëm emri, sipas kësaj që del, pra diskutimit. Sepse në qoftë se thuaj dikur gjithmonë, thuaj që kishte fantazma, kush ishin fantazmat? Dhe në qoftë se në një periudhë kohë thoshin që jetoni perëndit bashkë me njerëzit, kush ishin këto perëndi? Dhe sot ne themi që ekzistojnë alienët. Kush janë alienët? Pra në të njëjtat forma janë thënë, por me emra të ndryshme. Dhe ky është një fakt. Tani do të vim në faktin real. Duhet të dini që ka 3 lloj speciesh që thuhet që vijnë gjithmonë në kontakt me njerëzit. Specia e parë janë disa insektoidi, që insektoidi kanë formën e një insekti. Për shembull, mund të jenë si peshk me luspa, edhe pse nuk është një insekt, mund të jetë si milingon, tamam në formën e një milingone, po në këmbë. Mund të ketë formën e një qeni, një ujku, tamam, por me ecën me 2 këmbë, ka një perceptim tjetër, me inteligencë tjetër, etj. Pra, ka disa insekte, ose si mantide, pra si ky karkaleci, etj. Pra, ka disa forma që janë si insekte dhe kanë një inteligencë superiore. Pra, ky është njëshi. Pra, janë këta alienët më të fortë që thuhet. Dhe çuditërisht tregohet që në të gjitha kontaktet që kanë patur disa njerëz që kanë patur kontakte me këta insekte, çuditërisht kanë qenë të shoqëruar me ushtar. Kryesisht, jo gjithmonë, por kryesisht me ushtar. Dhe ushtarët kanë patur dhe kanë forma të ushtrisë izraelane. Dhe jo vetëm kaq, ushtrisë izraeliane, por edhe flasin në gjuhën hebraishte. Kurse ka një pjesë tjetër që janë të bardhët ose bjondët. Këta bjondët janë komplet me flokë të bardhë, që u thonë bjond, por janë me flokë të bardhë të gjatë, dhe duket sikur janë të gjithë të njëjtë, sepse ngjasojnë shumë, meshkuj dhe femra. Vetëm se femrat duket që kanë gjoks, kurse meshkujt jo. Janë të gjithë elegant, të gjithë të gjatë, 2 metra, 2 metra e gjysmë, 2 metra 20, dhe kanë sy të kaltër, po thuaj të bardhë, kanë një tut, si quhet, një kështu formë tute, që është e ngjitur pas trupit, me një medalion që është këtu, dhe që të gjithë janë pothuajse njësoj. Dhe çudia është që kur shoqërohen nga ushtar, janë ushtar nordik. Pra, ose anglez, ose kështu si quhen gjerman, ose norvegjez, suedez, pra nga këto zona. Pra nordik. Dhe pastaj është një specie tjetër, që janë grit, pra të shkurtër, të vegjël, dhe 1,20 m me kokë të madhe. Disa thonë që kur vinë këta grit, shoqërojnë disa insekte. Me fjalë insektet ose qenie që janë dimensionale, që mund të kalosh përmes tyre, sepse janë në formë energjie, janë ata që i dominojnë këto specie, pra dominojnë grit, këta alienët e shkurtër. Dhe sa herë që i shoqërojnë këta alienët e shkurtër, shoqërohen ose nga rusët, pra në gjuhën ruse, ose nga slavët, ose edhe nga amerikanët. Pra duket sikur, dhe mes tyre duket sikur ndahen në një formë tjetër. Ka disa që kanë një formë reptiliane dhe një tjetër që kanë një formë normale, me fjalë jo reptiliane. Megjithatë, të gjithë këta, pra kush është përballur me këto speciet, që të gjithë tregojnë të njëjtën gjë. Dhe çudia është që në zonat përkatëse, siç u thash për shembull në Rusi,
në Angli apo gjithë këta nordikët, deri në Amerikë, tregojnë të njëjtën gjë. Dhe si kur të iki një njeri që andej, për shembull të iki nga Amerika, një nga këta që ka kontakte, dhe të shkoj për shembull në Evropë, i ndodhe njëjta gjë, e njëjta gjë që i ndodhe në Amerikë. Pra nuk është se e rëmben një alien që është evropian. Duke si kur ata i kanë, sepse kjo tregon që kanë dominime me toka dhe me njerëz. Kështu që ai njeri i takon atij dhe kaq. Pra nuk i thot tjetrit ose të ndërhyj tjetri për X problem, të ndërhyj që të kapi të rëmbej atë që ka rëmbyer ai që ishte në Amerikë. Ai që ishte në Amerikë, për shembull ka ndodhur raste që t'ja u bëjmë më konkrete, një nga Amerika, për shembull, një çift nga Amerika, erdhën në Evropë. Dhe ishte njëri nga këta, për shembull, kjo gruaja e këtij ishte në kontakt me këto format aliene, gjithmonë me këta grit. Dhe kur erdhi në Evropë, nuk është se e vodhën ose e rrëmbyen ata bjondët. Jo, e rrëmbyen edhe një herë, po e rrëmbyen grit. Sepse ashtu ndodhen disa gjëra që nuk dua të përqendrohem te kjo, por për ta kuptuar që nuk e rrëmbejnë të tjerët. Kjo do të thotë që secili ka dominimin e vet, me njerëzit e vet dhe zonën e vet. Pra, në të gjitha kontinentet thuhet e njëjta gjë. Dhe pyetja ime është, si është e mundur? Po sikur ata të ekzistojnë me të vërtet dhe ne nuk jemi në gjendje t'i perceptojmë ose t'i kuptojmë. Po sikur të kenë dominimin ata në çdo cep të globit dhe ta kenë me pjesë. Pra kjo është pjesa ime, kjo është jote. Flitet që për kohërave antike për këtë dhe në për librat fetar bile, që edhe ëngjit e atërshëm ose perëndit e atërshme kishin disa dominime. Tani do kush ajo do thotë po mirë atëre ku është Zoti këtu? Lere minjan Zotin, sepse edhe vet alienët, sipas gjasave, thuhet që ka një krijim, një krijues. Është e vërtet kjo dhe gjatë hipnozave regresive, edhe vet alienët thuhet që thonë që Zoti është i madh dhe është një. Pra nuk e përzjejmë këtë me Zotin, ne po e përzjejmë këtë, po flasim për këto gjëra, për ato fakte që u kanë ndodhur njerëzve. Dhe pyetja është pse, çfarë janë, kush është? Mos është vetëm një dhe shfaqet në forma të tjera, ju si thoni. Apo ka alien pafund si thuhet. Megjithatë, siç u thash, tregohet që këto janë tre racat që dominojnë planetin Tokë. Pres komentet tuaja. Natën e mirë.